أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Nderuara familje, të respektuar misafir, në krye me vëllain ton Rexhën, shfrytëzoj rastin që t'ja bëj përhajr Rexhës synë e tij në luanit të vogël, duke lutur Allahun që Allahu të e bën këtë synë e tij shërim dhe pastrim për këtë luan të vogël. Unë e falenderoj njëkohësisht Rexhën që gjithëve neve sonte na ka mbledh me të vetmin qëllim që këtë ditë gëzimi që e ka për këtë evlat hasret të ndonë së bashku me neve. Ai ka shumë ma shumë shok, ka shumë ma shumë familje, po në mesin e gjithë atyve familjarëve, në gjithë atyve shokëve, është mundu mi përzeth ato pa të cilët nuk ban me e bo këtë gëzim të vetin që e ka prit me vite. E Zoti ju shpërbleft edhe juve që jeni përgjigj ftesës, se kemi njet me bo tribun që të mos as se kemi njet me bo xhami, këtu jemi në konak të lirë, po thjesht është rregull Islam që në çdo mezhlis dhe në çdo tubim kur do të mbledhen besimtarët, të mundon ta thonë ndonjë fjalë të hajrit. Na elhamdulillah, edhe kur nuk majmë ders, mohabetit e kemi të hajrit e të mira, dobishme, flasim dhe bisedojmë për gjëra që janë të dobishme dhe në interes tonin në shumë dimenzional, por megjithatë e rendit dhe tradit e jona e kahmoshme dhe mbetet ashtu në falënderimi takon Zotit, që të mundohemi ndonjë fjalë të Allahut, ndonjë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo ndonjë thonjë të dietarëve, të e përmendemi këtu shkurtimisht, thjesht që të mbahet mend simbolika dhe arsia për të cilën na jemi mbledh këto. Andaj çdo send fillon me temel të shëndosh. Dhe gjithnjë kur dikush më thret që ndonjë foshnjës, ndonjë fëmijës me alon emrin, çdo herë më kujtohet duaja që nona e Meriemës Haneja e ka bo. Nona e Meriemës Haneja për Meriemën në momentin kur ajo ka lind. Ka thonë, o Allah, Allahumme inni semmejtuha Merieme wa inni uidhuha bike wa dhurrijataha minash shaitanir rajim. Këshini ku ka nis tregimi i Isës a.s. edhe ku ka mbaron. Gjyshja e vet për Meriemën ka thonë, o Allah, unë këtë bijën teme e emërtova me emrin Meriem.
Merjem do të thot një zoj adhuruese e përkushtuar në adhurim karshi Allahut Azza wa Jall. Kjo është kuptimi i emrit Merjem. Ka thonë dhe o Zot, ty të lusë që këtë dhe pasardhësit e kësaj ti ruajsh nga cytjet e shejtanit. Nga cytjet e shejtanit. Andaj përmendet kjo si ndodhi dhe si histori e para që një prind i kujdesshëm dhe një prind që adon të mirën e vladëve të vet, të parën punë që e ban që kërkon prej Allahut dhe e lutë Allahun që Allahu fëmijën e vet ta ruan nga cytjet e shejtanit. Se shejtani në momentin e parë që lind fëmia dën këtë dunjë më njëherë shkon dhe ngacmon. Andaj njëra dhe nga arsyet pse çajnë fëmijët është edhe ngacmimi i shejtanit. Është pa ai shpjegimi shkencor ballafaqimi me frymëmarrjen, oksigjenin dhe me ambientin e ri. Megjithatë është edhe kjo pjesa tjetër në aspektin fetar, se edhe shejtani mundohet më njëherë me ngacmu në besimin dhe natyrshmërinë e pastër që ja ka dhënë Allahu çdo fëmijës që lind në këtë dunjë. E pastaj ka thonë, unë e martova këtë vajzën, këtë bijën time me emrin Merjem, që vjen e ka zgjedhur emrin adhuruese, e përkushtuar me adhurim karshi Zotit. Dhe do të lut ti që me rujt këtë bijën time nga cytet e shejtanit që kur mos ta lojë adhurimin. Prej shtash, po të lut aloje e vogël, alo as di me fol as me ec, as se ka obligim mu fal, as me agjëru as kur gjë, ajo e bën gale dhe e lut Allahun që Allahu Merjemën ta ruaje nga cytet e shejtanit dhe asnjëherë kjo mos ta braktisë adhurimin karshi Allahut te bareke ve taala. Dhe nuk është edhe rastishme pastaj që prej kësaj nane të linde një pejgamber i Allahut Isa alayhis salam, i cili do të jetë do thotë udhëzues dhe udhërëfyes i njerëzve ka e mira dhe ka e mbara. Na sot e kemi një luan të vogël për cilën edhe gjithë na jemi mbledh për djalin e Rexhës, dhe rastisht edhe emri Luan, kur bisedojshmi i pata thonë o Rexh, po Hamza radiallahu anhu na që e dojna shumë edhe kur folna për betejën e Uhudit edhe kur folna për Esedullah për lonin e Allahut, Hamza ka qenë. Edhe emri Hamza do më thonë Luan. Vetëm se Luani në gjuhën arabe ka shumë emërtime, thash më se ai ka pas emrin Luan edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është krenuar me këtë Luan dhe nuk ka musliman që se njeh Hamzën. Thash pse mos më jalon të emrin Luan. Ai love Hamza, ai love Luan, barabar është. Që është arabisht, kjo është shqip. Nuk ka kur gjë problematike në atë drejtim. E jo rastisht Muhamedi sallallahu alajhi wasallam këtë Luan e quajti Esedullah. E quajti Luani i Allahut. Kuptimin e asaj se Hamza radiallahu anhu deri në frymëmarrjen e fundit luftoi si Luan për ta ngritur fjalën e Allahut te bareke ve taala. Dhe luftat dhe betejat sot elhamdulillah kanë mbaruar me shpata. Sot luftat i kemi me laps, i kemi me shkencë, i kemi me punë të dobishme, i kemi me kontribut shoqëror, kontribute të ndryshme shoqërore, me respekt ndaj më të madhit, ndaj nonës, ndaj babës, ndaj familjarëve. Këto janë luanat e sotit që në paqë ato do të thotë atë luanizmin e vet duhet të manifestojnë në këtë formë dhe në këtë mënyrë, ashtu siç janë krenuar me ato luana të kaluara në beteja, shkaku i sfidave që i kanë pas, na sot me luanat tona duhet të krenohemi se janë më të mirët në gjenerat, më të mirët në punë, më të mirët në inovacione të ndryshme dhe kështu me radhë. Çka bën me dije se përzgjedhja e emrit të mirë është njëra nga bazat dhe bazamentet dhe obligimet kryesore që prindi duhet të ketë parasysh në raport me vladin e vet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka këshilluar gjithë njerëzimin dhe këto janë tema që ndoshta edhe se një folmi në xhamia andaj dhe po i potencoj, dikush është më i ri këtu ndoshta prit me u bë baba ose do të bëhet, po dikush është gjysh ta këshillon në vladin e vet që fëmijëve vet t'u alën emrat e mirë, dikush është babgjysh që t'i këshillon bijat e veta që e vladëve vet t'u përzgjedhin emrat e mirë, se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ne ka bërë me dije se njeriu i ngjan emrit të vet. Njeriu i ngjan emrit të vet. Dhe merrni dhe analizoni njerëzit në përgjithësi. Në atë
kur studiojshmi psikologjinë zhvillimore dhe në përgjithësi psikologjia e njerëzit dhe zhvillimi i tij në shumë raste do të thotë ndërlidhet me emrin e vet. Ndërlidhet me emrin e vet. Ai që ka emrin paqësor, ka emrin pozitiv, ka emrin të mirë e të dobishëm, është çashtu. Ai që ka emrin do të thotë zjarme, sherre, do të thotë ka gazepe, axhele do të thotë e ka edhe i ngjan emrit të vet edhe natyra e atij do të thotë përputhet dhe përshtatet me emrin e vet. Dhe prej këtu i mbetet ajo përgjegjësia dhe ndërgjegja e çdo prindi që e vladit e vet t'ia përzjedh një emër të mirë. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këto komentime të këtyre fjalëve të Allahut na e bën të qartë kujdesin e prindit në dua. Të gjithkohës të lutet për evladin e vet, për ka e mira dhe për ka e mbara. Dhe këtu e kemi na fatkeqësisht një defekt, me thonë, nacional, që për fëmijët e tonë rrallë na shkon ndërmend me thonë një fjalë të mirë. Zakonisht ajo fjale që shpesh herë dëgjojmë s'bot kur gjopi këtij. Këtë fjalë do të më harru. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për nipat e vet të vegjël dhe për nipën e vet të vogël, duke qenë ai fëmijë i vogël thotë ki biri jam është zotëri. Fëmijë i vogël si të ke zotëri. Se ki fëmijë ki biri jam është zotëri. Me këtë Allah ka me pajtu dita bore të muslimanëve. Duke qenë ai fëmijë e emërtonte zotëri. Na fëmijëve tonë, krahas që duhet bën dua për ata edhe duhet ato mi livdu dhe mi ngrit dhe mi josh për ka i mira dhe për ka i mbara. Mi thonë, ti e altan, ti e i menqëm, ti e trim, ti e zemërbut, ti e bamirës, ti do bosh, njëri madh do bosh. Se gjithë këto fjalë bën pastaj pjesë përbërëse të karakterit ti. Dhe në edukimin e rinis, fatkeqësisht na si shoqëri kemi çalu. Dhe kemi definitivisht shumë mangësi dhe pa kujdes do të skajshëm kemi ndatimve. Andaj dita e ditës hapën sa e sa ma shumë qerdhët, shtëpiat kur më të mira si kena pas, kur ma shumë fëmijë për qerdhën nuk ka se sa që ka shtash. Dhe kërkesa është hala më e madhe. Se nonat, me sa mu marrë me angazhimin kryesor që kanë dhe baballartë, sa është obligim që mos keq kuptohem se veç punë e nonës është ajo, për kujdesi për fëmijët është edhe i nonës, edhe i babës, edhe pse nona e bart flamurin e edukatorës. Megjithatë është përgjegjësia e dyve që më përkujdes për fëmijët, veç sa më marr me një punë shumë të shenjtë dhe shumë të rëndësishme, thotë ato fëmijët e vet i çën nëpër qerdhe u alon njerëzve jabanxhi që në Zot e din sa janë ato të përgatitën që më përkujdes për ato. Bajgi nonë ka e vladin e vet në shtëpi. E vlad e ka po ndonjëherë ja plas filmin që themi na, edhe sjellet me një sjellje jo të hishme ndaj vlladet vet, e të mos flasim një grua e cila është jabanxhike. Është shumë normale që edhe asaj ndonjëherë do t'i plas filmi, në shtëpi ki 1, 2, 3, ai e ka 20-30 llogaritën se sa rand dhe vështirë është ajo më marr me 30.000, e sa let e ka një non më marr me 1, 2, 3 fëmijë që i ka të vetit, që është xhigeri vet, mushkënia e vet që themi, ajo atë në qerdhe dihet si ka asnjënin të vet. Edhe mund ta paramendoni se çfarë ardhmërie dhe sa probleme do të kemi në të ardhmen, si rrjedhë si pasojë e zhvillimit jo normal të fëmijëve tonë. Elhamdulillah që janë qerdhet, elhamdulillah që funksionojnë, por baza e edukimit do të me qenën shtëpia para se me qenën qerdhja. Andaj kjo rregulli fetar, kjo rregullore, mbetet me do e mos një parim për cilën na duhet gjithë me insistu duaja, dhe gjithkohës duaja e mirë dhe lutja e prindve, se lutja e prindve për evlatët e vet është një lutje e pranuar tek Allahu Azza wa Jalla. Dhe asesi dhe kur mos t'i shkon ndërmend babës që mu lut keq për evladin. Se sikur se Allahu e pranon lutjen e mirë, ja pranon babës dhe nonës edhe lutjen e keqe. Kur mos ju shkon goja dashur vëllezër mu lut keq për evladin, edhe nëse gaban. Se më shumti nëse e zën ajo bedova, atë evlad më shumti përsëri ka me djeg çati babe dhe çasoj none. A doa e nonës dhe babës pranohet. Andaj jemi të vëmendshëm dhe këto rregulla fetare
e shohim nga nona e Merjemës se si e ka lutë Allahun që Allahu bie në saj të ruan nga çdo cytje të shejtanit dhe sa është mundu ajo që të përkujdeset ka e mira dhe e mbara me evlatët e vet. Sjellja islame dhe përkujdesi islam në raport me fëmijët është një nivel besoni jashtëzakonisht me standarde të larta, sikurse njerëzimi pak ti kishte marrë ato udhëzime, ato këshilla dhe ti kishte implementu dhe ti kishte praktiku në përditshmërinë e saj, do të kishim krejtësisht një rini ndryshe në karakter, në formim, në mendësi, në sjellje, në moral, se sa prej asaj që i kemi na sot. Dhe jemi duke e pa gjithnase dita e ditës, kjo punë është duke shku më keq e më keq. Nga ana tjetër, kushtet materiale në përshpijat e njerëzve çdo ditë janë më të mira. Por shpërfillja e fëmijëve çdo ditë është më shumë e më shumë. Sot e kemi një gjë. Nona, baba është në gjendje e vladin e vet me shit për me një telefon. E çon çerë dhe veç me mujt me një rahat telefon. Jep telefonin në dorë të çka dush bën veç lënë mrat. Kjo është fatkeqësi, është një gjenocid moral që jemi duke e ushtruar mbi fëmijët e tonë. Kjo është do të thotë një vetvrasje që na ja bëjmë fëmijëve tonë. Japim dorë. Kjo e mbyt fëmija. Këtu ka shumë hajër, ka edhe shumë sherr. E që fëmija i cili nuk din, nuk ka balaspesh, nuk ka balans, çka e mirë, çka e keqe, çka është e dobishme, çka është e dëmshme, nuk e din se çanën sust ka me shtyp, edhe çka ka me këshin telefonin e vet. A nëse çaj fëmijë do bëhet, e vladi jon, do të bëhet shoku jon, do të bëhet mësuesi jon, do të bëhet doktori jon, do të bëhet hoxha jon. Do të këtë sferat që këto fëmijë, që këto lanat e vegjël që i kemi sot këtu, janë nesër njerëzit që kanë me i bardh proceset shoqërore tona. Andaj mendoj mos këto udhëzime fetare mi pas pjesë për bërse të kulturës tonë, që fëmijën që Allahu na e ka dhënë neve si pasuri dhe si begati të mos e neglizhojmë. Një ditë prej ditëve isha duke ndet me një xhamat, me një shok, tha mas shumë viteve, e kam dëgjuar një të fjalë më ka thonë edhe Agasul, mas shumë viteve Allahu i kishte dhuruar evlat, e tha që ti doktorit tonë kur si haraj. Që ty doktorit e kur si haraj. A shumë mirë se e thatë me zëmër bardhësi. E i thash llogarit e Allahut sa guxena me haru. Se doktori vetë sebeb ta ka dhënë një çaj, një ilaç, një hap, një diçka unë, është bu vetë sebeb, ai përsëri fëmijën ta ka dhënë Allahu azza wa jall. Sa ndike obligim karshi atij doktorit, a sa ndim në obligim realisht karshi Allahut azza wa jall që na ka dhënë evlat çështo, e di, falas. Që merri, ti gëzosh, kënaq. E pastaj sa përkujdesemi na për këtë hedije. Shve dikush një saat me ta dhonën, me marrë atë saatin, para ati që ta ka dhonë, me gjujtë në tokë, a i thotë, as vjen marra, bile mës të shofone. Neve Allahu na jep dhuratë e vlat, një insan, njeri na jep. Sot njerëzit më të pasur, çka e kanë luftën? Me blej shërbetor. Me thonë se kjo është shërbetorja. A e vladi pa pare, ta jep Zot, ha bakshistat, i joti është. Në çka me marrë me gjymë që ati? E qesim në rrugë, japë me telefonin. E qemë ku banë e ku nuk banë. Nuk krim me ta, nuk i këshirojmë, nuk i flasim, nuk i mësajmë. Andaj njerëzimi këtë ka sfidën dhe problematikën më të madhe me cilën është duke u ballafaqur. Që janë duke prodhu fëmijë të cilët fëmijë nuk janë të parashikueshëm se çka mundën me bë, si mundën me bë, edhe çka planifikojnë për ardhmërinë e tyre. Është një degenerim, një devijim, do të thotë shumë i rrezikshëm, që është duke ndodhur dhe e gjithë kjo vjen si pasojë e faktit të arsyes se shumë pak është duke u punu me këto melaçet që Allahu na i ka dhënë dhuratë. Andaj unë dashta me një akcent të veçantë
të e përmendi këtë realitet, edhe të e përkujtoj vetë vetën, se dhe vetë kam fëmijë të vegjël edhe gjithna që kemi fëmijë apo nipa, çfarë do qofshin ato, të angazhohemi, të merremi me te, se na jemi pasqyra atyve. Dhe sa ata prej neve marrim blanko çdo këshillë dhe çdo udhëzim që a japi. Dhe rendit dhe mirë është që na me pas kujdes që para atyve me fol fjalë të mira. Mos me leju vetvetes mu sha para atyve dhe nëse shahemi jashtë. Mos me leju vetvetes para atyve dhe cigare me pi. Në Turqi që shtash isha ona, thanë kanë sjell liç në shtëpi zguzon me pi kurkush cigare në shtëpi vet. U dashka me dalë në balkon. Në kuptimin e asaj që fëmijët demek mos më mësu me pa këtë dukuri negative në përshpijat e tyre. Andaj vëllezër dashur, këtë begati, këtë nimet, këto evlat, këto fëmijë, këtë rini që Allahu na ka begatu me ato dhe është pasuria jonë më e madhe që kemi si europian do thotë, që jetojmë në këto troje, të ruajmë këtë begati, këtë mirësi dhe të mundohemi që të japim hakin, formën dhe në mënyrën më të dobishme dhe më të mirë për neve dhe për ardhmërinë tonë. Zoti ju shpërbleft, ju nderoft. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Për hajshin e tijan, jali sultan, hajde drite. Kalun vitet shpejt, dita është afru, asa shpejt u rrite, s'po muj me besu. Erdhi koha bir, elhamdulillah, hasreti babës, sot synet me t'ba. Mashallah po bojmë, son të po këndojmë, djalin ton më t'mirë, sot synet të bojmë. Mashallah po bojmë, son të po këndojmë, djalin ton më t'mirë, sot synet të bojmë. Krevetin ma t'mirë, ta pregadit nana, krejt dynjas dojnë me i tregu, kon synet e bojna. Ty t'kem drejt e syve, o maj miri djal, pasuria e botës, prej Zotit mërth fal. Mashallah po bojmë, son të po këndojmë, djalin ton më t'mirë, sot synet të bojmë. Mashallah po bojmë, son të po këndojmë, djalin ton më t'mirë, sot synet të bojmë. Mashallah po bojmë, son të po këndojmë, djalin ton më t'mirë, sot synet të bojmë. Mashallah po bojmë, son të po këndojmë, djalin ton më t'mirë, sot synet të bojmë.